Po më duket e kanë gjy kurti këto në përshesh pak lugën. Mja këthy poplit. Na jena përballë me një trefishim të faturave. Kjo është një fitore për të gjitha bizneset, nuk është individuale. Kjo është fitore popullit. Po do me thonë një fitore shumë e madhe, ndaj një padrejtësie të jashtëzakonshme, sepse nuk mund është ti me shantazhu bizneset edhe me nxjerrë me qysh kam thonë me qitë haraq. Kjo është më ule me bisedu me ta njerë, me shiku ku e në problemet, me diskutu të në senet se nuk është e letë më që me plaskit disa bizneset që ato biznese, që nështë tajnë në vogël numëra, po ka një numër të malë konsumve, ka një numër të malë të taksave që ti paguin, na jena përballë me një 3 fishim të faturave. Edhe në dimrit me një 4 fishim ose 5 fishim, edhe këtë muj na kena me po shtrejtim të rrymës. Edhe këtë muj kena me po shtrejtim të rrymës, po edhe këtë muj keme po pa di prapë. Sepse budallakinat që i bojnë njerë që punojnë në institucionet shtetërore, duhet më ndëshku ata. Për herë të parë, mas 25 vjetë, 26 vjetë e këshit përshirë në zeti atje. Kjo është një fatkeqësi që s'është bo asë një ndryshim që 4 vjetë. Aty asë një renovim, asë nuk është shku me ku me bua të ndryshime. është prish marrëveshje me Shqipëri, që ke pas mi dhonë rrymë mi morë rrymë, pa kosto shtesë, pa pagesa shtesë. Një fitore jashtëzakonshme duke falendëruar kryetarin e dhomës tregtisë zotin Skënder Krasniqi, i cili nuk është ndalë asnjëherë me grupin punus. Edhe ja vlen një përshëndet sepse janë marrë me mishin e shpirt. Po janë në 60% gati, rreth 60% taksave të Kosovës. Çmimet e tregut kanë qenë normale dhe nuk do shtrejtohen përderisa nuk rritet fatura e rrymës. Kjo është lajmi kryesor, sepse për shkak të faturës së rrymës nuk do të rriten çmimet. Edhe anëtarë tjerë të cilët nuk janë anëtarë të dhomës të tregtisë, kjo është si rast precedent që merret edhe për bizneset tjera që do të zhvillojnë pa dia dhe për organizata tjera ekonomike. Kështu që është një fitore për të gjitha bizneset, nuk është individuale. Kjo është fitore e popullit. Nuk mund është më qu dhe me shku me bën një gjatë që pa ule, pa diskutu me njerëz. Kështu që urime gjithë popullit dhe gjithë aty në punëjve që do të vazhdojnë prapë punën edhe nuk do të shkojnë në koks me zhvendos fabrikat, sepse kishim planifikuar më shumë biznese që dalin në koks, edhe kishim bërë thirrje Edi Ramës që t'i pranonte bizneset e Kosovës dhe t'i hapte rrugë dhe zhvillim në territorin shqiptar. Edhe kjo është një fitore e madhe se nuk ka nevojë më zhvendos. Nuk ka nevojë më zhvendos, nuk ka nevojë me bë gjana që do mi bë të kryen veti pa fol me ta. Sa ta janë hajka këtij vendit. Zotri Kurti, mas pare, duhet më qu edhe me shuqizu keskën, edhe kecin. Mja këtij popullit. Apo thotë mja këtij popullit. Le t'ja kthejmë popullit ato gjana që i kanë bota tjertë më herët, që i kanë lënë për vetin ashta, e kë i murë t'gatshme edhe fillej boni ma meqëm se ta punën, kështu që le t'ja kthejmë zera, ta manë që shduhet, edhe le t'ka mundësi, nëse do t'rekt hapër, le dalin 20 keska, le dalin 30 keska, po jo keskës m'ja garantu t'i çmimin. Le t'ja po që ka bojt i Roma qekve në Shqipëri, le t'ja pagu një dëmë shpërblim, le t'ja arrestojnë ata hajnat që e kanë nënshkru atar pune, sa ta e në hajna, edhe dalën pikën zerra. Ajo kjo të tjetë fitore Kurtit, po më duket e kanë gjy Kurti këto në përshesh pak lugën edhe nuk mënet me po këto që e ka bojt i Roma në Shqipëri.